na shon që mos pretendoni që ne ecim se I kam të shkruara me shpejtësinë e zërit apo të dritës në hapat e në reformimin e institucioneve, por ne kemi bërë një progres jashtëzakonshëm dhe progresi ishte në një dekatë, ky që u thash, 16 ditë, tani të mbetemi konkret. Nëse një qytetar I zakonshëm për të marrë një vendim, sidomos për çështjen e pronave që jo vetëm javën e kaluar u prodhua një ngjarje pa precedent në botë, ku u vra një gjyqtar në sallë gjyqit, po kanë humbur jetën dhe qytetarët shqiptar dërgjen dyerve të gjykatave të prokurorive për çështjen e pronës. Nëse një shqiptar I zakonshëm I duhen 15.8 deri në 20 vite afat kohor për të zauruar të 3 shkallët e gjyqësorit, në mënyrë të çuditshme unë kam shkruar një pyetje bazuar në fakte dhe kam shkruar dhe me vendime vete. Si ka mundësi që gjatë investigimit të një rasti korrupsioni të dyshuar korruptiv nga Këshilli I Ministrave, që ka të bëjë me disa godina publike ku përfitues fundor është shteti Leçian Carlo Bolino, si ka mundësi që kemi hasur në një procedurë gjyqësore ku palë është babai I ish-kryetares të KLG-s, zonjës Naureta Llagami, dhe t'ju jap afatet që ta dini dhe me afate konkrete. Zotëria në fjalë është një nga bashkëpronarët e një trualli publik prej 9500 m2. Në korrik 2020-s, së bashku me bashkëpronarët e tjerë, kanë depozituar një padi në gjykatën administrative shkallës parë. Është shprehur gjykata në korrik 2021-shit, pra nga korrik 2020 në korrik 2021 ka mbaruar shkalla parë. Është bërë ankimimi në gjykatën e apelit administrativ, është marrë vendimi për kompensim, është lënë në fuqi vendimi për kompensim në shkurt të 2023 me vlerën $3 milion. Po. Është ankimuar nga Agjencia e Trajtimit të Pronave vendimi në gjykatën e lartë dhe gjykata e lartë në shtator të vitit 2024 ka lënë në fuqi vendimin e kompensimit për $3 milion për babain dhe disa bashkëpronarë të tjerë të ish-kryetares të KLG-s. Me një trup, se kam dhe dokumentin, me një trup vendimarrëse ku kryesues ka qenë Sokol Sadushi, kreu aktual I gjykatës lartë, Gentian Media dhe Sokol Ingresi. Dhe pyetja është fare e thjeshtë legjitime, drejtuar sot kreut KLG-s aktualit, sepse do të kisha dashur të ishte ish-kryetare e KLG-s. Ore, a mund të më shpjegoni cila ka qenë arsye prioritare, apo cila ka qenë arsye e veçantë, apo cila ka qenë një arsye e rëndomt mbase, që nëse një shqiptar I zakonshëm I duhen 20 vite për të zauruar të 3 shkallët e gjyqësorit, çuditërisht babai të kryetares së Këshillit Lartë Gjyqësor I janë dashur vetëm 3 vite e gjysmë me 3 çerek apo 4 vite, po, për të zauruar të 3 shkallët e gjyqësorit dhe për të kompensuar së bashku me bashkëpronarët e tjerë në vlerën $3 milion. A ka mundësi të më jepni përgjigjen pse ky qytetari sot në gjykatën e apelit administrativ po shqyrtohen çështje të vitit 2018, që ta dinë qytetarët që na ndjekin, ndërkohë kjo çështje iniciuar në vitin 2020 ka kaluar dhe zauruar të 3 shkallët e gjyqësorit dhe gjykatën e lartë brenda shtatorit të vitit 2024. E kuptoj. A mundet dikush të japi përgjigje? Sigurisht nuk mora përgjigje, sigurisht mbetën të habitur dhe të shtangur edhe pjesa e drejtuesve të Këshillit Lartë Gjyqësor, dhe ne do të vijojmë ta bëjmë publike këtë çështje dhe çështjet e ngjashme dhe do t'i drejtohem me letër zyrtare KLG sërish për të marrë sqarimet përkatëse për rastin fjalë, por dukshëm kemi të bëjmë me një standard dyfish, me një drejtësi që një qytetar I zakonshëm nuk I ka parat për ta blerë, nuk e ka mundësinë për të ndikuar, dhe ata që kanë reformuar reformën e re drejtësie, ata që kanë prodhuar këtë produkt, sigurisht drejtësinë e kanë për vete, për të afërmit e tyre, dhe janë ata përfituesit kryesor të kësaj drejtësie të re që flasim. Më vjen mirë që kam dëgjuar pak më parë dhe zonjën Kalaja në studio, ajo ka qenë pjesë edhe e pyetjeve të mia në raport dhe me kërkesat me shkrim drejtuar për bashkëpunimin zyrtar të KLG-s dhe projektin $10 milion me East West Management Institute, dhe sërish nuk kemi marrë përgjigje. Edhe pse ja kam thënë që zonja Kalaja ju është drejtuar me 70 pyetje, por ajo me që ju që nga drejtuar si funksionare Partisë Demokratike dhe si keni dhënë përgjigje, ja ku jam unë deputeti i Kuvendit të Shqipërisë Ligjvënës, po ju drejtuam si një deputet e keni detyrim ligjor në komision, më jepni përgjigje pse keni shtyr afatet, pse keni kaluar në kompetenca të tjera, pse keni kaluar ke gjykatat e apelit, ku është memorandumi bashkëpunimit, ku I merrni fondet, sepse programi I USAID-it është mbyllur, gjithë e dim, nga mediat e dim që këto donacione janë mbyllur tashmë dhe këto para janë mbyllur. Nga gjenerohen parat tani. Ku vin parat?
dhe sërish nuk kemi marrë përgjigje. Po besoj institucionet e reja drejtësisë. Po besoj atë që se bën ju Belind bashkë me Adriana, ndoshta mund ta bëjë siç duket në Shtetet Bashkuara të Amerikës ligji Riko. Kështu që ligji Riko patjetër, dhe ndërkohë ne nga ana tjetër nuk do të heqim dorë, do të vijojmë shkresat, do të vijojmë ti drejtohemi zyrtarisht institucioneve të shquajtura të reja drejtësisë, sepse në fund të ditës shkresat mbeten aty dhe janë aty. Dhe si kundër e bëm edhe në fillim. Edhe sërish rastin përmend edhe rastin e Rena Gjokës që u mohua nga drejtuesi i IDD-s, nga kryeinspektori. Nisja e një hetimi për rastin fjalë apo një procedim për rastin fjalë, edhe kur ishim mjaft të qartë që kërkesat tona, shkresat e zyrtarëve të Partisë Demokratike hasnin në vesh të shurdhët, sërish sot pas disa vitesh, me sa duket e drejta sërish me Partinë Demokratike dhe të gjitha po bëhen publike dhe e vërteta po delin shesh. Se si kjo është një reformë e kapur krye kaput dhe kontrolluar nga Fondacioni Soros, nga kryeministri Rama dhe nga mashat e tij në kryet institucioneve të reja drejtësisë. Dhe ata gjata. Belind, falenderoj shumë për ndërhyrjen tënde, ishte kënaqësi. Faleminderit ju. Adriana, të kërkoj ndjes, e di që kishte ndërhyrje të fundit, po jemi në limitet fundit. Ti e di që studio Syri TV-s këtu tek